Mbrëmjen e djeshme ishte post Big Brother, ndryshe nga edicionet e tjera, në fakt këtë radhë Top Channel vendosi që këtë post Big Brother ta bënte live, duke shmangur kështu po themi edhe shkurtimet ose editime që kanë ndodhur në edicionet e shkuara. Për të folur për përplasjet që ndodhen në këtë post Big Brother, kam të ftuar në një lidhje me Skype opinionistin Elton Toze. Elton, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që VIP Magazin ka qenë portali ku çfarë ne kemi thënë realisht ka dalë e vërteta. Lajmi i fundit që para 4 ditësh e tham bashkë ishte risia që do ndodhte për herë të parë në historinë e Big Brotherit që një post Big Brother bëhet live, i pa edituar, siç ka ndodhur rëndom në 15 vite Big Brother. Dhe më vjen mirë që këto gjëra i kemi ndarë bashkë dhe siç po e thonim edhe pak më parë bashkë, mbase kanë qenë ato lidhjet tona më të sakta që mund të ndodhin ndonjëherë. Për këtë faleminderit VIP Magazin për këtë dritare që na ka krijuar për të dhënë opinionet tona. Faleminderit ty që ke qenë shumë i hapur dhe drejt për drejt në mendime që ke përcjell. Faleminderit. Elton, si e pat post Big Brother e mbrëmshëm? Post Big Brother i mbrëmshëm ishte një arenë vërtetimesh akuzash, ku filloi me unë do thoja me një mbase duke thënë këtë, po të heq ty disa pyetje që normalisht duhet mi bësh, edhe që dihet që do të mi bësh, po të kaloj direkte në temë. Vërtetohet përfundimisht ajo që ne kemi thënë për herë, një mos pasuri kur lidhje midis Eglit edhe Gjestit. 2 njerëz pothuajse të panjohur, 2 njerëz që nuk kishin asnjë lloj kimie komunikimi me sy pas sy, me vesh pa vesh, pa gjuhë trupore, pa gjuhë në të folur me njëri tjetrin. Patëm një përballje, të them gladiatorësh, ne edhe nuk e quaj as pak gladiatore, e quaj një thashathemexhie midis Rozanës dhe Nedës. Patëm përballje lart Valbona, ka shumë të pritura për të tërë publikun dhe ditë të them diçka. Ajo që ndodhi dhe dje, që ka ndodhur rëndom në të tërë Big Brother, ishte të qunurit kryefjala edhe e post Big Brother të fitueses, de facto, realisht, fituesja e publikut, për atë që unë vazhdoj të mendoj që është Rozana Radi. Elton, tani pak po themi nga raporti që përmendu dhe ju Egli Gjesti. Egli, i pyetur nga moderatori Ledion Liço, tha që unë kam takuar Gjestin jashtë, kemi folur, por a pat ndonjë moment, po themi një lloj ftohtësie mes kësaj që thoshte Egli dhe asaj që tha që e kam takuar, jemi njohur jashtë më shumë? Realiteti është krejt tjetër. Të gjithë e di, realiteti që është ndryshe pas daljes së Big Brotherit, është një gjë që ja bën mua tashmë, nuk kam nevojë për asnjë koment, çdo gjë ka qenë lojë, ne kemi komentuar historikisht lojtarin. Nuk e kemi komentuar kurrë njeriu dhe për këtë dua ta cek patjetër. Për mua Egli Gjesti si vajzë, si djalë, domethënë janë 2 njerëz, mund të jenë njerëz shumë të mirë, as edhe nuk i njohin, por në kuadër të lojës janë 2 njerëz që kanë çeduar për mendimin tim në raport me njëri tjetrin. Më vjen keq që ka ndodhur ajo që ka ndodhur, më vjen keq që vazhdon edhe kërkohet të bëhet një normalizim i një marrëdhënie që nuk ka qenë normale. Nuk ka pse më Egli të fshihet pas gishtit të thokë, nuk ka asnjë lloj marrëdhënie, është më e drejtë për atë se sa të vazhdoj të aludoj me pjesën e kësaj. Që po ka një marrëdhënie, po juve nuk e shikoni. Të gjithë ishin pjesë post Big Brotherit në fest, ku unë e kam deklaruar dhe në top. Kishte një atmosferë as pak miqësore midis të gjithë konkurrentëve, pa llogaritur dhe pjesën Egli Gjesti, që mbase ajo ka qenë dita e vetme dhe e fundit që ata janë parë bashkë, duke u larguar nga festa, duke vallur pastaj në një lokal tjetër për të festuar, më pas jo, nuk kanë qenë. Sado që mbase të tjerët nuk e dinë, të paktën ne që jemi pjesë e topit e dimë që jo, nuk kanë qenë bashkë.
sepse po të kishin qenë, do e kishim marrë vesh të ne. Egli nuk ka qenë as në koncertin që është bërë në Escape. Ajo duke, po themi, e besueshme ajo që thaj që s'kam qenë për shkak të angazhimeve të mia. Cilat janë angazhimet? Me që po më pyet, po të përgjigje me një pyetje, cilat janë angazhimet, se realisht është shumë shpejt për të folur për angazhime. S'ka pasur angazhime, të paktën për momentin tash. Edhe ata që kanë qenë në punë për momentin akoma se kanë detyrën që ka qenë. Flas edhe për Geta Gixhani që ka lënë një punë ka hyrë në Big Brother, akoma nuk e ka filluar punën e saj. Flasin për Valbonin që shkoi një gjë, flasin për Rozin që shkoi një gjë, flasin për Daelin që shkoi një gjë. Që mos të fshihemi pas gishtë duke bërë këtë gjë. Shpresoj shumë që Egli të rimarrë veten dhe shpresoj shumë të heqë dorë nga disa deklarata të tipit sikur takon njerëz nëpër korridoret të Top Channel-it dhe e cilësojnë atë si diva, duke i kërkuar ndihmë për deklaratat e thëna që janë deklarata të vërteta. Asnjë nuk ka takuar nëpër korridoret e Top Channel-it. Flas për deklaratën që më është ka aluduar, sikur më ka takuar më. Unë jam personi që realisht ka deklaruar pjesën e të asaj që flitej, po, ky prapë është gabimi i Eglit, sepse Egli, familjarët e Eglit, aso kohë i është dhënë mundësia për të sqaruar dy nga thashëthemet më të shëmtuara që qarkullonin aso kohë në përrije. Njëra që ishte tentativa për vetvrasje dhe tjetra që ishte shkaku i abortit. Ajo që unë kam deklaruar ka qenë shumë e qartë. Flitet zërat e liq flasin për një abort ose një tentativë për vetvrasje. Më bën shumë përshtypje që asaj që është dukur më e rëndë pjesa e abortit, pjesa e vetvrasjes. Gjithsesi, punë e saj ka qenë një dorezë e hedhur personave që merreshin me rrjetet sociale të Eglit. Pasi asaj kohë ka qenë pjesa që unë kam pasur një blok nga faqja e saj për shkak të këshillave që her pas here jam munduar t'i jap pa të keq Eglit, faqes njerëzve që menaxhonin figurën e saj. Përgjigja ka qenë refuzuese, ka qenë arrogante, siç e kam deklaruar edhe këtu atëherë. Nuk është e vërtetë që unë kam takuar Eglin nëpër korridoret e Top Channel-it, që ja kam mohuar këtë lajm, nuk e kam mohuar ndonjëherë këtë lajm, ja kam dhënë mundësinë familjarëve për ta mohuar këtë lajm. Dy lajme shumë të shëmtuara që kanë qarkulluar asaj kohë. Nuk i kam thënë Eglit as pak që ti je një diva, diva është mamaja ime, e vetmja grua që unë jam diva, nuk njoh ndonjë diva tjetër në jetën time apo të cilësoj për më tepër Eglit takon diva që nuk e di se përse duhet të quhet diva. Elton, ajo thaj që personi që ka bërë këto deklarata pra ti ka qenë i detyruar për të bërë këto deklarata. Jo, absolutisht. Unë kam dëgjuar 2 deklarata të shëmtuara dhe unë kam marrë përsipër t'ja hedh në treg, t'ja servir për t'i mohuar dhe për të thënë arsyeën e vërtetë pse ka dalë Egli nga shtëpia. Pra ishte një farë ndihme që ti doje t'i bëj asaj. Urdhro? Pra ishte një farë ndihme që ti doje t'i bëj asaj. Nuk ishte ndihmë, unë kisha arritur në një pikë që doja të vërtetoja disa gjëra. Kishin qarkullonin 3 versione zyrtare. Një version zyrtar ishte rëndimi i rënd psikologjik, smundja, le të themi viroza shumë e rëndë që kishte rënd, duke u bashkuar bashkë me gjendjen e rënduar psikologjike që ajo kishte nga ky raporti shumë i famshëm me Gjestin. Tjetra ishte tentativa për vetvrasje, duke marrë fshehuras nga dhoma e rrëfimit, prapë ishte prapë një nga lajmet që qarkullonte, ku thuhej që kishte marrë ilaçet për t'i pritur të tëra me tentativën për të kryer një vetvrasje, dhe tjetra ishte akoma dhe më e pabesueshme që ishte pjesa e shtatzanisë, daljes dhe të bërjes së një aborti. Janë lajmi i parë që ka qenë lajmi zyrtar, të paktën me atë që unë di, dhe 2 të tjerat ishin thashëthemet që qarkullonin nëpër korridore gazetarash dhe faktikisht për herë të parë po e deklaroj. Këto kanë qenë lajme të ardhura nga gazetarë nga Prishtina. Dhe unë nuk kam qenë i detyruar, unë kam qenë i kontaktuar nga këto gazetarë.
ku fliteshe shumë qartë dhe thueshe, qarkullojmë fjalë në mediumet kosovare, që Egli Tako është aftëzan dhe ka dalë për të abortuar. Ishin ca lajme që nuk ishin dalë nga Top Channel. Lajme që kishin ardhur nga përtej kufirit tonë dhe që kërkonin një përgjigje. Mua më duken lajme shumë të shëmtuara dhe prandaj i kam deklaruar atëherë për të dhënë mundësinë e përgjigjëstrimit që s'ndodhi kurrë në fakt, po ndodhi vetëm një kapje e imja në finalen e Big Brother, që pse i ke deklaruar, dhe aty kam thënë që këto janë lajme që unë kam serviru që ju ti përgënjeshtroni, po jo Eglia, familjarët e saj. Eltona, e çuditshme ishte në fakt edhe pjesa që Egli sqaroi se pse nuk, po themi, kishte hequr follow-on nga Instagrami motrës së Gjestit. Dhe në bisedën që kishte në fakt kur pyet nga moderatori Ledion Liço, ajo tha që unë, me sa di unë, as ata nuk kanë një problem me mua dhe po themi i hodhi dorashkën Gjestit për të thënë diçka, i cili në fakt nuk tha asgjë. Kjo është shpreha Bir Selmani nënës këtë çaj më parë. Tani fshati që duket çdo kallahus, tash dihet më. E ke hequr nga follow sepse nuk të ka bërë follow back, nuk ka pasur dëshirë të ketë follow back, sepse nuk ke qenë personi që ata kanë menduar që mund të shikojnë në krah të djalit, vllajt apo të afërmit të tyre. E njëjta gjë ka qenë dhe sjellja e prindërve të, unë kam qenë në sken realisht momentin kur Egli ka vajtur dhe ka takuar prindërit dhe kam parë me sytë e mi, kam qenë vetëm 2 metra larg skenës. Ajo skena duket shumë e madhe në ekran, po nuk është aq e madhe, maksimumi është diku 10 metra dhe ti mund të jesh shumë afër kudo që të jesh. Kam qenë shumë afër pjesës kur Egli ka qenë duke takuar familjarët e Gjestit, që aty e kam vënë re, se kam shprehur kurrë këtë gjë, sepse kam parë një lloj indiferentizmi total. Madje më shumë është gëzuar Egli kur ka fituar Gjesti, se sa janë gëzuar familjarët e që s'ishin fare njerë në studio. Kanë ardhur pak më vonë, se ishin tek pjesa jashtë. E kam deklaruar edhe atë pjesën tjetër që se kam kuptuar kurrë të gëzimin kaq të madh të fitimit të një reality show, të një njeriu që ty realisht të ka dhënuar psikologjikisht, drejt që ta haj, pranohet po apo jo, e vërteta kjo është. Dhe aty kam vërtetuar që sindroma e Stockholmit po ekzistoka realisht. Nuk isha parë kurrë një njeri që të festonte aq shumë për dhunuesin e saj psikologjik. E bukur apo jo, e shëmtuar apo jo. Kjo është e vërteta dhe kam përshtypjen jemi në një pikë që drejt që ta haj, më mirë ta planojmë se sa të vazhdojmë të themi dhe të shesim vetëm për një njeri që shikoson kështu ditë dashuroj. Jo, nuk e besoj këtë gjë, nuk e besoj që një vajzë me atë intelekt të ditë dashuroj ashtu, nuk e besoj që një vajzë me atë formim, me atë karakter të ditë dashuroj ashtu. Më vjen shumë keq që Egli nuk e gjen forcën për të rikthyer ajo Egli që ka qenë ditët e para kur ajo ka hyrë, kur mua realisht më ka pëlqyer dhe e kam parë në dyshën e fundit midis Eglit dhe Rozanës. Më vjen shumë keq që ajo vazhdon të pranoj, të shitet si e dashura e një njeriu që nuk ka përqen kurrë. Ka pasur një deklaratë të fortë nga Laerti bërë në Shqipëria Live në Top Channel për fituesin e Big Brother VIP Albania Gjestin, ku është shprehur se ai në fakt, po themi, fituesi ishte njëri që ka dërguar një vajzë në gjendje të rënduar mendore në shtëpi dhe ai është një analfabet funksional. Dëgjoj, me këtë fjalën analfabet funksional ka njerëz që e keq kuptojnë se çfarë do të thënë realisht analfabet funksional. Që Gjesti është analfabet funksional, kjo nuk do as laps as mend për ta thënë sepse dihet që është analfabet funksional. Janë njerëzit që kanë probleme me shkrimin, me këndimin e me të gjitha këto. Kjo si pasojë edhe të mungesës të shkollës që ai ka bërë, por kjo nuk e bën atë më pak fitues nga ç'është. Fituesi është i pakontestueshëm në këtë rast, megjithëse unë kam dyshimet e mia, po është një gjë që tashmë është e ezauruar. Votat që unë kam, ta kam thënë dhe në një intervistë që ka kaluar, votat që neve disponojmë, Rozana 0.9% përpara, është shumë pak, okay. Por
të paktën në sytë e mi, Rozana është fituesja absolute e këtij Big Brotheri, kështu që nuk është se më duket një çudi shumë e madhe kjo pjesa e asaj që ka thënë Laerti, është një e vërtetë e hidhur, siç është po aq e vërtetë e hidhur që një pjesë goxha e madhe e rinjtë shqiptare janë analfabet funksional në bazë të studimeve dhe të asaj që Instati ka nxjerrë. Nuk është se ka ndonjë risi. A duhej që Laerti këto deklarë që e bëri jashtë ta kishte bërë nga brenda Big Brotheri dhe kishte pasur përplasje shumë forta me Gjestin, duke edhe evidentuar, po themi, këtë që tha ky jashtë? Po, dëgjoj, ajo ka qenë evidentuar jashtë edhe nga ne. Nuk është se shpeshherë kemi folur për këtë pjesën e, madje unë jam sulmuar nga Ronaldo Sharka për këtë pjesë, që pse unë nuk jam fan si Gjestit i një njeriu pa shkollë, po jam fan si një njeriu me shkollë që ishte Rozana. Domethënë, u arrit deri aty sepse u pranua edhe kjo gjë, dhe unë jam akuzuar për pjesën e kësaj, që pse nuk isha fan si një njeriu pa shkollë. Domethënë, ajo ishte kthyer në një gjë normale. Nuk kam asnjë gjë kundra, gjithse kush zgjedh vetë nëse do të shkollohet po apo jo, mund të jetë rrethana familjare, rrethana ekonomike, shoqërore etj, që mund ta kenë penguar. Kjo nuk e bën atë më pak të pëlqyer për njerëzit, më pak talent. Ajo çka unë kam vënë theksin gjithmonë është që mua më shkon më tepër muhabeti dhe ndihem më mirë duke mbështetur të tillë njerëz, siç ishin pjesa tjetër, Rozana, Laerti, qoftë edhe Gerta Gixhari, Egli Tako e të tjerë. Kjo është çështje pëlqimi që është relativ, është si puna e asaj. E bukura për mua nuk është e bukur për ty. Kështu që janë ca gjëra që nuk diskutohen sepse është e pamundur. Ndryshe nga, po themi, nga Laerti, një qëndrim tjetër kishte Rozana, e cila në fakt u tha që për mua fituesi është Gjesi, përderisa publiku, po themi, e ka nxjerrë fitues. A e bën, po themi, Rozanën ky qëndrim dinjitoz për garën që bëri, ndryshe nga artikuloi Laerti, që e kontestoi, po themi, fituesin? Absolutisht, pra është ajo që mund të thoja pak më parë, se dhe unë nuk është se nuk jam konsultuar me Rozin, kemi ditë që takohemi, sepse tashmë kemi marrë dhe menaxhimin e artistik të saj koncerteve, unë do të jem përfaqësuesi i Rozanës në për të tëra eventet. E kemi diskutuar gjithë të pjesë, fituesi absolutisht është i padiskutueshëm, është një qëndrim i një njeriu normal në kushte kompeticioni ku dihet shumë qartë që kur ka një fitues të shpallur nga publiku, në një garë ka një fitues, ka një vend të dytë, ka një humbës, kështu që është e kohë të vazhdon sepse asgjë nuk ka për të ndryshuar më. E vërteta është ajo që ne vedim realisht. E vërteta është ajo që Top Channel pati shumë të vështirë të shpallte një fitues. Top Channel për herë të parë e kemi thënë, po e rithem, në historinë e çdo Big Brotheri, nga Big Brother 1 me njerëz të zakonshëm, deri te Big Brother 10 me njerëz të zakonshëm, nga Big Brother VIP 1 deri te Big Brother VIP 3, dritat në shtëpinë e Big Brotherit janë fikur nga fituesi. Big Brother VIP 4 tregoi që këtë herë fituesi ishte i pandashëm realisht. Ishin dy njerëz që ishin aq kok më kok, saqë dhe dritat i fikën të dy. E pa mundur të bëheshe e kundërta, realisht. Kështu që në këto kushte, kur të gjithë e dinë brenda vetes së tyre kush është fituesi real, fituesi de facto i Big Brotherit, pranojmë fituesin de jure, kështu është, kështu ndodhi, e ko ta komentojmë, e pranojmë, e përgëzojmë, e urojmë, vazhdojmë përpara, kështu që është shumë dinjitoze ajo që është thënë. Një tjetër moment shumë i rëndësishëm në post Big Brother ishte edhe përplasja e fortë që vazhdon edhe pas daljes, pas marrimit të Big Brother mes Rozanës dhe Neda Ballukut. Si e pat përplasjen e mbrëmshme? Ishte ajo përballja, domethënë një gruaj të fortë, një gladiatoreje dhe një thashë themegjie. Ishte Neda në këtë rast. Më vjen shumë keq që
Neda tentoi gjatë gjithë Big Brother, gjatë gjithë 4 muajve të ishte një lojtare e Big Brotherit. Dhe ajo që më bëri shumë për të qeshur dje ishte deklarimi që tha Rozana, unë të kam mbajtur 4 muaj këtu në përshpathulla. Jo mi zemër, ti se ke mbajtur 4 muaj Rozana në përshpathulla. Ti në 4 muaj rresht. Është ajo që ne kemi thënë për herë. Ti ke qenë vetmja opinioniste e anshme në historinë e Big Brotherit. Ky Big Brother është Big Brother rekordish për sa i përket këtyre gjërave. Është i pari Big Brother ku opinionistja bëhet lojtare, e mirëfillt lojtare. Dhe opinionistja merr 2 njerëz përsipër, mori Gerta Gixhanin për ta çuar në finale, dështoi, dhe mori Egli Takun për ta nxjerrë fituesin, dështoi. Kështu që ishin ca gjëra që Rozana tentoi t'ia thoshte në sy, pati një lloj arrogancë në fillim nga Neda duke mos pranuar as se ta shikonte, por me sa duket shpreha që shqiponjat nuk i han mizat, dhe në këtë rast Rozana i referohej Nedës, apo si mizë, që ta qartësojmë, apo shpreh nuk e aq këll që sa të më shikosh në sy, apo dhe shpreha tjetër që bëri buj dje, që e mbajti këtë diskutimin në zjarr, që femrat të cilat nuk i duan femrat, janë femrat që Rozana nuk i do, sepse janë femrat që i bëjnë dëm femrave. Në këtë rast Neda tregoi qartë që ishte opinionistja e vetme që Big Brother ka pasur, e një anshme, tentativë për që lojtare dhe e vetmja që ka 2 cilësi. E para, ti u largove nga provinca, për provinca kur nga ty, dhe ti ngele për herë Neda Karafili, sado që mban mbi supe një mbiemër goxha të madh siç është ai Balluku, dhe ti ajo Neda, të cilën Ledioni dje ta hodhi rreth e qarë, që ka njerëz që për ta Big Brother ka vite që kanë mbaruar, por që ata vazhdojnë të jenë brenda akoma në Big Brother. Rozana u kthye nga 2 konkurrentet që i pa në sy dhe i tha, ta them, e ka tundur kokën dhe i ka kërkuar leje atyre sepse nuk ka dashur që t'i nxjerrë. Unë i di dhe emrat kush janë. U tentua dje, kërkoi leje, pati një mojim. Neda e dinte shumë mirë që askush nuk do dilte që ta thoshte atë pjesë. I dim se si funksionon televizioni, të gjithë duan të jenë korrekt për sa i përket kësaj me produksionin, po është e vërtetë. Dhe një ditë përpara dhe atë ditë që kanë qenë 2 banorë që kanë kapur Rozanën dhe i kanë thënë Neda ka thënë që do të bien, mos të ngeli hapri. Njerëz madje ja thanë në sy që ishte Valbona Mini. Po themi një deklaratë e fortë ishte dhe ajo e Arbrit, i cili thaj që për mendimin tim Egli nuk duhet kishte shkuar në finale, duke theksuar që nuk e meritonte, donte të shkonte dikush tjetër në finale. Po, është e vërtetë, e kemi thënë edhe bashkë. Është për mendimin tim dhe unë e kam menduar atë dhe e them me të mira dhe të këqijat e kësaj, një nga lojtarët që i ka dhënë më shumë Big Brotherit për para Egli Takut është Gerta Gixhani. Tani, të vërtetën ka qenë antagoniste e asaj shtëpie, që shpresoj ta ketë mësuar se çfarë do të thënë fjala antagoniste tashmë që ka dalë nga shtëpia. Kështu që edhe në optikën time, po, Gerta Gixhani e meritonte më shumë se sa Egli Taku për të qenë pjesë e finales. Kështu që më duket një opinion i drejtë në këtë pjesë. Është okay. Ne pam që jo të gjithë banorët ishin pjesë e post Big Brother. Jozi në fakt nuk ishte pjesë e... Jozi në tham, më bëri shumë përshtypje Xumi që nuk ishte, më bëri shumë përshtypje Gert Ferra. Xumin e kuptoj deri diku, sepse ka qenë pa dashur që ta ofendoj absolutisht, sepse ai ishte një djalë informuar i fort, etj, ka çduar lojën e tij, është tallur, realisht është tallur me pjesën e fikjes së dritave apo të lidhjes së tij që pati me një vajzë tjetër jashtë, mënyra se është treguar etj. Kam përshtypjen se Xumi është një nga ato njerëz që është dëmtuar më tepër që nga Big Brother dhe e kuptoj pjesën pse ai s'ka qenë, nuk kuptoj replikën që ai bën nga shtëpia apo nga jashtë Big Brother, do të ishte më ndershme të heshte
ta ignoronte atë, pavarësisht se okay, deri diku është e kuptueshme, ndërsa Gert Ferra po patjetër nuk ka se çfarë të bëjë në Big Brother, një njerëz që siç e kemi thënë edhe herës që kaloi në fan club, në provat gjenerale, ka lënë në finale, më fal, në provat gjenerale, ka lënë nam duke bështyr në fytyrë dhe duke sharë me fjalorin më të ndyrë një nga banorët e shtëpisë Big Brother, që është Benardi, pasi lloj shkaku dhe të nesër më ka vajtur ka kërkuar falje. Gerti është prapa ai që ka bërë deklarata të tipit për lajërtin dhe nuk është se ka pasur një dëshirë të madhe për të ballafaquar, sepse e di shumë mirë që ajo që ka thënë është një budallik me brirë. Gerti është prapa ai që ka folur për Rozanën dhe frika për të ballafaquar e ka detyruar që të mos jetë aty. Gerti është ai që ka nxjerrë, thashë themin për Eglin, që shokun e Kunatit vet ja ka bërë të dashur dhe prap nuk ka pasur këllqet për të dalë përpara në ekran, por e ka bërë këtë gjë sapo ka dalë ajo nga shtëpia dhe ja ka thënë kështu dhe gjithmonë me këtë shprehjen mua më kanë detyruar. Dhe nuk e di se ç'është kjo, mua më kanë detyruar, se nuk të detyron kurkush në Top Channel për thuash diçka që ti nuk e mendon. Kemi kaq vite dhe nuk na kanë detyruar një herë të vetëm të thonë për shembull, duhet të thuash X gjë. Kur është një dritare, siç jeni dhe juve, dritare e lirë ku ti mund të shprehësh mendimet e tua pa pasur as edhe një lloj frike që do gjykohesh keq nga produksioni, regjizori, intervistusja etj. Kto pastaj janë budalliqe, gjëra shashka që i hidhen dhe pastaj njerëzit nuk e kanë mbas atë burrnin, kanë burrnin të çajnë, të ofendojnë, të bështyjnë, me libër shtëpie lart e poshtë, por kur për të ballafaquar në një studio televiziv. Sa i përket Jozit? Jozi është Jozin e tham. Jozi s'do ishte, dihet nuk është më pjesë. Dhuna është ajo që Jozin e penalizoi për të mos qenë më pjesë e formatit të Big Brotherit. Është i përjashtuar nga formati automatikisht. Nuk rezulton më. Madje nëse shikon me vëmendje në asnjë video tashmë të publikuar edhe në Top Channel, janë kujdesur që personazhi Joz të mos ekzistojë as për qark pjesës së kësaj. Më vjen keq që mund të sulmohet Loredana për këtë pjesë, sepse unë çfarë faji ka Loredana për një eskalim nervash, që edhe Jozi më fundit është njeri, janë prej gjakut, prej mishit, të gjitha carohen, degradon, vjen një pikë që degradon, kalon në dhunë, po thellë kam përshtypjen edhe Jozi nuk është nga ato djem që komunikon me dhunën jashtë. Ja. I doli situata nga dora, ndodhi ajo që ndodhi. Ajo që më ka bërë përshtypje është që Jozi pati më shumë famë pas shkollës se para shkollës. Të paktën i ka shërbyer për një gjë për t'i rritur audiencën. Më bëhet shumë qefi që Jozi është mirë, më bëhet shumë qefi për lajmet që ka marrë vesh, është në një moment prodhimtarie të muzikës. Më pëlqen shumë Jozi si artist, një djalë i ri me një zë fantastik, nuk përziej cënimin apo çdimin e nervave të Joz Marku dhe e di shumë mirë që për këtë gjë unë tash do masakrohem, se do fillojnë ata ja ti ka qenë ja ti e serbe, ja ti e kështu, ja ti ashtu, do vazhdoj kjo po e njëjta histori e këtyre delireve, e këtyre nacionalistëve të çmendur budallënj të smur psiqik që të vazhdojnë të ndajnë Shqipërinë dhe Kosovën për një shpull, por unë i dëshiroj më të mirën çdo konkurrenti të mundshëm përfshitu dhe Jozin, sepse ka qenë një njeri që për 4 muaj rresht ka ndarë me ne jetën e tij dhe ne tonën me të. E kemi diskutuar, i kemi dhënë koha jon, kështu që është e kohë që ne të mofojmë këto gjëra. Mi djalë që bëri një gabim i cili falet. Nuk është se është i pafalshëm. Nuk vrau. Elton, shumë faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi, si për herë.